Paris me Meribanën. Erdha më në fund në Paris për herë të parë. Do t'ju tregoj se çfarë kam veshur, do t'tregoj një outfit check, edhe se çfarë kam bler. Kam lekë te kapele, shparë, ke këta që shesin nëpër rrugë këtu, edhe për outfit, atëherë kam veshur këtë bluze, ky kompleti, mund ta shikoni edhe këtë YouTube-i, me këtë fundi. E di, duket shumë Paris modus, edhe kam marrë këtë çantën time që shkon me kapele. Kështu që kam marrë telefonin karikim sepse më ka fikur telefoni nga foto dhe video, edhe mbleva një power bank. Ishte 20, e më thënë të drejtën në fund fare i thash që thash do ma lesh për 10, ai tha jo, thash në po, edhe gjithsesi ai ra, edhe ta marrim. Tash do ikim të bëjmë një llotim me një makinë dhe do ju marr me vete. Shikoni ku kemi hyrë tani këtu, edhe kemi paguar 80 euro për gjysore, 4 veta, edhe është këtu e Parisi. Shikon të qytetin, edhe pse jo, si herë do bëj. Me bashkëshortën time. Shikoni sa bukur duket nga kjo makina këtu, nga Parisi. Shikoni Louis Vuitton në Paris. Këtu kemi vendosur të hajmë së bashku, kështu që porositëm disa gjëra. Bashkëshorti mor një picë, unë mor një sanduiç, e të tjerët mor makarona. Kulla Parisit, një udhëtim me tragedë. Edhe kjo është përfundimi. Shihemi në radhës. Paçi!